Kryeministri Edi Rama ka komentuar vendimin e gjykatës kushtetuese për kryetarin e Bashkisë Tiranë Erion Veliaj. Kreu i qeverisë paralajmëroi se nëse në Tiranë nuk zhvillohen zgjedhje deri në vitin 2027, atëherë vendi do përballet me një disporcion të dyfisht, duke theksuar se kryeqyteti nuk mund të mbetet pa drejtues të zgjedhur. Spari, siç duket, dhe nuk është hera e parë që duket për gjithë ata që duan ta shohin, unë nuk i paskam kapur të tëra pushtetet. Kjo është fare qartë, apo jo, dhe është një gjë e mirë që duhet ta pranojnë dhe ata që faktikisht e kundërshtojnë jo mbi të vërtetat, por mbi të pavërtetat. Së dyti, nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027, dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë këtu jemi përballë një disproporcioni të dyfisht, disproporcionit të mbajtjes tij në qeli në dëm të lirive dhe drejtave kushtetuese të tij si person dhe si zgjedhur për të drejtuar qytetin, por dhe disproporcioni në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhur i vet, apo jo. Dhe streti vjen logjikisht çdo njeri normal që nuk sheh tek qëndrimi i kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë paravan në dëm të madh Tiranës, por sheh një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykojë para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Veliaj në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lira. Më duket se edhe kjo është gjëja më normale. Kryeministri Edi Rama u ndal në ecurinë e Shqipërisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, duke e cilësuar atë si përparim të pashembullt. Më tej Rama kujtoi gjithashtu skepticizmin që kishte hasur më herët kur kishte deklaruar se negociatat e antarësimit do të mbyllen deri në vitin 2027. Raporti ka vlerësuar me superlativa atë që është quajtur përparimi i pashembullt, progresi i pashembullt i Shqipërisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, me hapjen e 5 nga 6 grup kapitujt për negociatat në vetëm 11 muaj. Uroj dhe besoj që do të hapim dhe grup kapitullin e 6 përpara përfundimit të këtij viti. Dhe duke ju kujtuar të gjithëve se si disa e përqeshnin apo e nënçmonin atë që unë thosha se në 2027 do të mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian, duke më thënë se kjo ishte një shpikje dhe kjo nuk kishte asnjë lidhje me vullnetin e Bashkimit Evropian, Progres Raporti e thot shpremisht që ne kemi treguar se jemi gati të plotësojmë teknikisht kushtet për përfundimin e negociatave brenda vitit 2027. Kryeministri Rama nuk kurseu ironit ndaj Partisë Demokratike, për të cilën tha se nuk ka guximin të tregojnë fytyrën e vërtetë në këtë sfidë për shkak se po mbështet kandidat të pavarur. Sipas kreut të qeverisë, kjo është një strategji e demokratëve për t'ia lënë humbje në derë kandidatëve të pavarur që po mbështet.